pasi shumë vjet ndërmorën të rëndësishëm tregimin mbi ngjarjet që ndodhen në mesin tonë, ashtu siç na I lanë ata që I panë me sy të vet që në fillim u bën bartështues të fjalës, e mbasi I shqyrtova hollësisht të gjitha qysh prej fillimit vendosa t'i shkruaj për ty, I përndritshëm Teofil, të gjitha me radhë, që të jesh I sigurt për falëkundshmërinë e mësimeve që more. Paralajmërimi I lindjes së Gjon Pagzuesit. Në kohën e Herodit, mbretit të Judeas, ishte një profet me prift me emër Zakaria I rendit të Abijës. Gruaja e tij ishte prej bijave të Aronit dhe emrin e kishte Elizabet. Të dy ishin të drejtë para hyjit, sepse u përbaheshin pikë për pikë të gjitha urdhërimeve e porosive të Zotit, por nuk kishin fëmijë, sepse Elizabeta ishte beronjë e të dy ishin të shtyrë në moshë. Dhe një herë, kur Zakaria sipas rendit të klasës së vet po kryente shërbesën priftërore para hyjit, pas rregullores së priftërisë, I ra shorti të hyjë në shenjtëren të Zotit për të kushtuar kemin. Në kohën e flisë kemimit, mbar populli rrinte përjashta e lutej. Atëherë Iu duk engjulli I Zotit qëndronte në të djathtën e elterit të kemimit. Zakaria kur e pa u tremb dhe e kapi frika, por engjulli I tha: Mos u tremb, Zakaria, urata jote u pranua dhe Elizabeta gruaja jote do të lindë një djalë. Ti ngjitja emrin Gjon, do të gëzohesh e do të galdosh, po edhe shumë të tjerë do të gëzohen lindjes së tij, sepse do të jetë I madh para Zotit. Nuk do të pijë verë as pije dehse, dhe do të jetë plot me shpirtin shenjt qysh në krahërorin e Semës. Shumë bij të Izraelit do të kthehen ka Zoti, Hyj I tyre, do të shkojë para tij me frymë e me fuqi të Elisë, për të kthyer zemrat e tërëve ka fëmijët e të padëgjueshmit në udhëtinë e të drejtëve që t'i bëj gati Zotit një popull të gatshëm. Atëherë Zakaria I tha engjullit: Si mund të jetë I sigurt për këtë gjë? Unë jam I vjetër e gruan e kam në moshë të shkuar. Engjulli u përgjigj: Unë jam Gabrieli që rri para hyjit. Ai më dërgoi që të flas me ty e ta sjell këtë lajm të gëzueshëm. Dhe ja, ti do të mbetesh I pagoj dhe nuk do të mund të flash deri në ditë kur këto të plotësohen, sepse nuk u besove fjalëve të mia, të cilat patjetër do të plotësohen kur të vijë koha. Ndërkaq populli e priste Zakarinë dhe habitej pse vonoi aq shumë në shenjtërore. Kur doli nuk mundi të flasë. Njerëzit e morën me mend se do të ketë pasur në shenjtërore ndonjë vegim. Ai mundohej t'ua tregoj me shenja e mbeti I pagoj. Kur u kthye ditët e shërbesës së tij, u
kthye në shtëpinë e vet. Pas kësaj kohe, Elizabeta gruaja e tij mbeti shtatzan. Pa 5 muaj u fsheh e thoshte: "Ja, çka bëni Zoti për mua në këtë ditë, u dënjova të më heq turpin që kisha para njerëzve." Lajmërimi i lindjes së Jezusit. Në të 6 muaj hyi e drejtoi engjulli Gabriel në një qytet të Galileës që quhej Nazaret, të një vërgjër që ishte e fejuar për një njeri që quhej Jozef prej fisit të Davidit. Vërgjëra quhej Mari. Engjulli hyi tek ajo dhe tha: "Të falem o hir plote, Zoti me ty." Kjo fjalë e shqetësoi Marin dhe e zori të mendoj çdo të thot kjo përshëndetje, por engjulli tha: "Mos ki frikë o Mari, sepse ke gjetur hir para hyjit. Ja, do të mbetesh shtatzan e do të qitsh në dritë një djalë e gjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i mall dhe do të quhet biri i hyjit të lartë. Zoti hyji do t'ja jap thronin e Davidit atit të tij. Ai do të mbretërojë për gjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit dhe mbretëria e tij do të ketë mbarim." Atëherë Maria i tha engjullit: "Si do të mund të ngjaj kjo, ndërsa unë jam vërgjër?" Engjulli u përgjigj: "Shpirti i Shenjtë do të zbresë në ty e fuqia e hyjit të lartë do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj ky fëmijë do të jetë i shenjtë, biri i hyjit. Dhe ja, Elizabeta, kushërira jote, edhe ajo në pleqërinë e saj pret t'i lindë djalë. Ajo që bëhet beronjë është në të 6 muaj. Vërtet, s'ka gjë të pamundshme për hyjin." Atëherë Maria tha: "Unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodh siç the ti." Atëherë engjulli u largua prej pranisë së saj. Maria i shkon në pasi Elizabetës. Ndër ato ditë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe e përshëndeti Elizabetën. Tashti, posa Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në krahërorin e saj. Elizabeta u mbush me Shpirtin Shenjtë dhe brohoriti në zë të lartë. Ja, më e bekuar se të gjitha gratë, dhe ai i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Dhe nga e para ta fatin të vijë tek unë, nëna e Zotit tim. Ja, se posa zëri i përshëndetjes sate rriti në vesh të mi foshnja prej harijet kërceu në krahërorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet gjithçka që do të thënë prej Zotit. Himni i Marisë. Atëherë Maria tha: "Shpëtimi im e i madhëruar Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare e brohorit hyun shëlbuesin tim, sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtorët e vet të
përvojt që tani të gjithë brezërit do të më quhen të lumtur, sepse punë të mëdha bëre për mua, hyi i gjithëpushtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni për ata që e nderojnë. E tregoi fuqinë e krahërorit të vet, i holli poshtë qëllimet e krenarëve, i rrezoi princat prej froneve të tyre e i lartësoi të përvojërit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duart thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si ua pati premtuar etërve tanë në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Maria ndej me Elizabetën rreth 3 muaj e atëherë u kthye në shtëpinë e vet. Lindja e gjonit pagzues. Elizabet i erdhi koha të lindë dhe ajo qiti në dritë një djalë, kur fëqinjtë e farefisit e saj dëgjuan se Zoti e tregoi mirësinë e vet të madhe ndaj saj, u gëzuan në të. Të 8 ditë erdhën për të rrethprer djalin. Donin ta quajnin me emrin e të erë Zakari, por Ema tha, "Ase si, por le të quhet Gjon." Ata i përgjigjen, "Askush në fisin tënd nuk quhet me këtë emër." Atëherë me shenja e pyetën të atin ç'emër donte t'i vinte. Ai i kërkoi rasën e shkrimit dhe e shkroi, "Gjon është emri i tij." Të gjithë u çuditën, po në atë moment i erdhi goja dhe u zhvillua gjuha, fliste dhe lëvdonte hyjin. Të gjithë fëmijët e tyre i kapi frika e madhe. Edhe në mbar krahinën malore të Judeas flitej për kohë ngjarje. Kushdo që dëgjonte thoshte në zemrën e vet, "Çka thua do të bëhet ajo foshnjë?" Vërtet dora e Zotit ishte me ta. Emri i Zakarisë. Himni i Zakarisë. Atëherë Zakaria i ati i tij u mbush me Shpirtin Shenjtë dhe profetizoi, "Qoftë bekuar Zoti, hyi Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngrit shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë me gojë që të profetëve të tij të shenjtë, si do të na shpëtoi prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, sa do të bëjmë mirësinë që ua premtoi etërve tanë e do t'i mbijë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e mbetimi i që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na e bëjë të mundshme
ti shërbëj për frikë në çliruar nga duart e armikut në shenjtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të i lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për të ja përgatitur ujin, për të vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do të shërboj duke i falur mëkatet e tyre në saj të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, por në shëndëritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Ndërkaq foshnja rritej e zhvillohej shpirtërisht, jetoi në shkëlqy deri atë ditë kur iu dëftova ballafaqja Izraelit.